që ka qenë juri pashtu me ndërkombëtare vendor, madje kryetari juris ka qenë përparim Roma, aso kohës ka qenë as ideja s'ka qenë se do të kandidoj për kryetar dhe do të fitoj kryetar. Studio arkitekturës së Holandës e ka fituar dhe ky projekt po gjen zbatim tash. Është duke shkuar drejt përfundimit. Domthon holandezët e kanë bë. Holandezët ka fituar nga juria holandeze. Dhe ne po implementojmë me paratë e buxhetit komunës, edhe ky projekt ka qenë sipas memorandumit. Si kështu, se zakonisht u shkohet na me do heronat sa ti bën një farë projekti hir. Jo, kemi shpall konkurs ndërkombëtar. Ty përfill të gjitha procedurat. A ke pas në afirë korruptive? A i dy shupën afirë korruptive, zot Smal? Dhe s'besoj që kam me pas në herë, sepse unë jam i edukuar që të punoj në shërbim të interesit përgjithshëm, varësisht në çfarë rrethona jem, po vetëm një qëllim kam. Tje besnikërisht të shërbej interesit përgjithshëm. Natyrisht ne gabime në jetën tonë, në punën tonë bëjmë, po gabimet të cilat kur nuk i kanë kushtuar interesit madh, interesit publik, edhe s'besoj që do të lejoj me vetdi ose me ndërgjegjës që të bëj gabimet të cilat i kushtojnë interesit madh publik. Zoti Latifi, me çka ju drejtosh 4 mandate, mandatin e 5, mandatin e 4, me çka ju drejtosh, nëse i ke përmbush 80% premtimeve, me çka ju drejtosh se qytetarët Ravecit? Shpore mund t'ju them që çka ka me tjetër, nëse kam një program zgjedhor për Ravecin 2025-2029. Program shumë ambicioz, po i mbështetur pra në rrethona konkrete, në realitetin konkret, në zotime, premtime, qëllime e synime reale dhe i premtoj domethënë transparencë plot dhe natyrisht i premtoj qytetarëve të Ravecit që të mbajnë përgjegjës për ato që i kam të shkruar këtu dhe i kam zotime. Qytetarët e Ravecit dinë që unë e mbaj fjalën dhe sepse e kam dëshmuar që e mbaj fjalën, qytetarët e Ravecit dinë që kam qenë djalë i angazhuar vazhdimisht për çështjen e madhe të lirisë, çështjen e madhe të bashkimit kombëtar dhe jam dëshmuar edhe në qeverisje për 8 vite, po edhe në mandatin gjysmak. Dhe qytetarët e Ravecit nuk e kanë vështirë me zgjedh për shkak se opsioni jon është opsion i mundshëm, i realizueshëm, programi jon qeverisës është program ambicioz, shumë ambicioz, po i bazuar në realitet dhe në mundësitë objektive që i ka Komuna Ravecit dhe i bazuar, pse po them ambicioz, sepse ne përfaqësojmë një koncept të një luftari aktiv, të një kryetari aktiv, të një kryetari që nuk ndalet, që kur punën nuk e ndal, që kur punën nuk e ka ndal dhe lufton edhe me marrë donator, edhe me imponu rrethona të përshtatshme që me marrë donacione edhe nga qeveria e Republikës Kosovës, pavarësisht çfarë orientime politike ose kush është në qeveri. Konsideroni si kryetari më i suksesshëm në Kosovë, edhe me premtimet më të realizuara. Përpara se në nalt cilësh motive, kam një mesazh nga familja Fazliu, dëshmorëve Bari Fazliut dhe Fari Fazliut, te pllaka, edhe vdekjen do ta puth, kur lufta kë do ta kërkoj, edhe nga varri do të ngrihem luftën kur do ta pushoj. Kjo është pllaka me varëzet e poezive të herojit Bari Fazliut, cilën ke vendosur në hyrje të Varreza. Kopshti i dëshmorëve të kombit dhe tash edhe është edhe një hapësirë për veteranët e luftës në qytetin e Ravecit. Këto janë vargje lapidare të herojit kombit Bari Fazliut, vargje të cilat ai i ka vërtetuar. Fatkeqësisht në Allapion nuk i kemi asnjë pllak të tillë. I ka vërtetuar në angazhimin e tij jetësor në shërbim të lëvizjes kombëtare shqiptare dhe i ka vërtetuar me rënien e tij po ashtu në trekufirin që ende na ndan shqiptarët pra Malezi, Kosovë, Republika e Shqipërisë. Bari Fazliu e kam pas shok, edhe shok të cilën e kam çmuar dhe ai kemi besuar shumë, një intelektual i jashtëzakonshëm, një njeri me horizonte të hapura, një guximtar i madh, një udhëheq, nëse në atë moshë, një njeri, ne të gjithë e kemi moshën tonë, po për aq vite sa ka jetu, kontributi i Bari Fazliut në çështjen e lirisë, në çështjen e bashkimit kombëtar, në çështjen e lëvizjes shqiptare, është aq i madh, aq i jashtëzakonshëm sa unë besoj që edhe humbja e tij ka qenë edhe mbetet e pakompenzueshëm, sepse ai edhe ka qenë i ditur, edhe i guximshëm, edhe intelektual, pra i ngritur, po edhe shok i mirë, po edhe ka rrezatuar
atë dhe dashuri dhe ka mobilizu e ka frymzu të rinjët të reja në që të përfshihen me vendosmëri, me guxim në lëvizjen qërimtare e cila ka vullën e angazhimeve jetësore edhe të Bahri Fazliut dhe shokëve si Bahri Fazliut. Zëri Latifi, cëllët qartë politika për juve, si dikush cili qysh moshtre ka qenë pjesë i legales i pandarshëm në luftën për liri, politikën e shkeni si mjet për arritjen, ngritjen e juj personale, apo një luftë e vazhdume me ato që e keni nisë me Bahriun e me shumë shokë tjerë? Politika është mundësi për të vazhduar me ngulm aktivitetet, kontributet, angazhimet që interesi i madh, tash po thuhet interesi qytetarëve, dikur është thënë më ndryshe, pra liria e popullit, bashkimi i popullit, formimi i një shteti kombëtar shqiptar, bashkimi kombëtar. Pra politika është mundësi, njëkohësisht mjet për të arritur sa më shumë objektiva në dobi të interesit të përgjithshëm, të interesit të madh, të interesit të popullit shqiptar, e në rastin konkret, në qoftë se unë jam kandidat për kryetar, përmes politikave të mira, përmes veprimeve korrekte, e veprimeve aktive, përmes një angazhimi të vendosur, e guximi që i duhet një vendimarrësi, ti shërbej sa më shumë qytetarëve të komunës Rahavesit. Sa më mirë qytetarëve të komunës. Cili është ambicia për mandatin e ri? Për çka? Cilat janë katër projektet kryesore që janë sy mandatit 4? Dy lipi 4, s'ka shkoj më shumë. Bujqësia do të mbetet përsëri kryetemë. Dhe ne synojmë modernizimin e bujqësisë, synojmë hapjen e rrugëve të reja fushore, synojmë inputet të reja për bujqit, synojmë po ashtu e përfundimin e kanaleve të kullimit tokave bujqësore në mënyrë që të evitohet maksimalisht përmbytja tokave bujqësore, sepse dikur ka qenë shumë problem dhe tash po investojmë shumë. Pastaj dëshirojmë ta modernizojmë, për shembull, nëse ne kemi dhënë vazhdimisht sera, ne tash dëshirojmë të japim sera dhe të digitalizojmë serat, pra serat e mençura. Ne po ashtu dëshirojmë ta forcojmë partneritetin, ta zgjerojmë, ta thellojmë me qenët grumbulluese në mënyrë që plasmoni i prodhimeve të bujqëve tonë që janë shumë të vyshëm, të jetë i sigurt. Edhe të shihet paraprakisht përmes marrëdhënieve kontraktuale në të cilat ne kemi rol aktiv, ata ta shohin përfitimin e tyre dhe të rritet motivi për bujqësi. Ta forcojmë sektorin e përpunimit të produkteve tona bujqësore, për shembull perimtarëve, perimeve, bie fjala në Krush, ato gratë fermere, ajvari, turshite e Rahavesit shkojnë në skajet më të largëta të botës, pra kanë një emër të mirë edhe në tregun rajonal, në tregun evropian, po edhe në tregun botëror. Pastaj, ne dëshirojmë të avancojmë shërbimet tona shëndetësore, për shembull për një shëndetësi që ku zgjerohen shërbimet e kujdesit shtëpiak falas, ku trajtohen edhe më respekt edhe më shumë, edhe zgjerohet numri e atyre që kanë sëmundje kronike, ku zgjerohet lista e banave esenciale, ku vendoset në çdo qendër të mjekësisë familjare pajisje të reja shëndetësore si bie fjalë EHO, për matjen për zemër. Çka ke bërë deri tash për shëndetësinë zoti Latifi? Kemi bërë Cila ka qenë gjendja që ke gjetur? Për shembull, ne kemi kriju edhe çka sendon për mandatin e 4? Kushte shumë përshtatshme infrastrukturore që shërbimet në qendrën kryesore të mjekësisë familjare Dr. Faredin Hodhi dhe në rrjetin e QMF-ve dhe AMF-ve të janë efikase, të janë shpejta, ka shërbime falas. Për shembull, ne kemi shërbim falas për nënat lehuna edhe fëmijët deri 3 vjeç, pra monitorim i vazhdueshëm, mbikëqyrje e vazhdueshme, këtë falas e kanë. Ne e kemi forcuar repartin e maternitetit. Ne bie fjala i kemi ndihmuar me 500 euro çdo lindje në maternitetin e Rahavesit. 500 euro, si cila lindje ka, domethënë është tash 750 euro për secilën lindje. Po, për secilën lindje. Pastaj ne kemi mandatën që shkoj, për herë të parë i kemi ndihmuar pacientëve tonë sepse Ministria e Shëndetësisë nuk vetëm 40% siguron bana esenciale. Ne kemi mbuluar tash me buxhet të komunës që të mrrijmë te 100% për listën e banave esenciale. Tash çka bëjmë tash?